Në ambientet e Bashkisë Pogradecë u zhvillua aktiviteti përkujtimor me rastin e ditës kombëtare të egjiptianëve, një datë me rëndësi për komunitetin dhe integrimin social të tyre në vendin tonë. Aktiviteti u organizua nga Drejtoria e Shërbimit Social pranë Bashkisë Pogradecë dhe përfshiu disa momente kulturore dhe sensibilizuese. Në qendër të vëmendjes ishin fëmijët dhe të rinjtë e komunitetit, të cilët sollën për publikun recitime poezish, mesazhe për barazi dhe përfshirje sociale, si dhe pjesë të kulturës tradicionale egjiptiane. Përfaqësues të institucioneve vendore, organizatave jo qeveritare dhe vetë anëtarë të komunitetit egjiptian morën pjesë në aktivitet duke theksuar rëndësinë e bashkëjetesës, barazisë dhe respektit për diversitetin kulturor. Dita kombëtare e egjiptianëve është një mundësi për të reflektuar mbi sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti, si dhe për të nxitur më tej politikat dhe integrimin e tij të plot në jetën sociale, arsimore dhe ekonomike të vendit. Mëngjes tapësh, qiell i kaltër, muzë e fllatë për këdhelur, në mes vargjesh, lazgëshjane, herë tretën, herë ngjallë. Truar si argjend, u qëndrojnë në vend, si një zonjëzë e rëndë. U qëndrojnë diç të më thotë.